Kryeministri Edi Rama ka firmosur zyrtarisht pezullimin e të gjitha lejeve të ndërtimit në gjithë territorin e Shqipërisë. Vendim ky i marrë në mbledhjen e fundit të Këshillit Kombëtar të Territorit, që drejtohet nga shefi i qeverisë Edi Rama. Në vendimin që televizioni A1 Report ka siguruar, përcaktohet se deri në miratimin e planeve të reja vendore, nuk mund të jepet asnjë leje ndërtimi për pallate, por vendimi në pikën 2 të tij parashikon edhe përjashtime për punime në struktura publike, infrastrukturë, në ndërtime për banim, po ashtu mund të bëhen ndërhyrje me karakter emergjent apo struktura me interes publik dhe kombëtar. Këshilli Kombëtar i Territorit bën me dije se çdo leje ndërtimi e dhënë pas këtij vendimi do të konsiderohet nul dhe e pavlefshme. Ky këshill u ka kërkuar 61 njësive vendore të punojnë për planet e reja zhvillimore. Deri më tani 26 bashki kanë nisur punën për këto plane, 5 prej të cilave drejtohen nga të djathtët. Pezullimi i lejeve të ndërtimit u lajmëruar fillimisht nga kryetari i ri i bashkisë Erion Veliaj, i cili premtoi planin zhvillimor për Tiranën brenda një viti. Sipas Veliajt, ky vendim u mor pasi plani i vjetër për kryeqytetin ka rënë, ndërsa sqaroi se lejet e dhëna deri më tani do të kalojnë në njësitë për të verifikuar ligjshmërinë e tyre.